që nuk e çbën dot emrin Rozana Radi dhe kjo patjetër që ajo do ta përdorte emrin e familjes së saj, sepse tek e fundit fare është krenare nga rrënjët nga ajo vjen. Edhe detyrimisht që kjo është një plus i madh, por Rozana përveç kësaj po do ta përfundoj. Përveç kësaj ka treguar një anë shumë të madhe empatike kundrejt të gjithë banorëve të tjerë dhe kjo duhet. Edhe kur ka pasur debatet më të forta. Dhe kur ka pas debatet më të forta, kjo është reale. Olsi? Njeriu që i ke njohur edhe nga afërt. Unë me thënë të drejtën, në këtë moment më them që Rozanën e kam gjanë, në kuptimin e njeriut që diti të luaj brenda asaj shtëpie. Edhe kur unë isha në ato kohë që isha, energjia Rozanës ndjej në shtëpi. Dhe ajo gjë mjafton që ti të kuptosh gravitetin që ka ky njeri në jetën e këtyre, apo në jetën jashtë, apo etj etj. Dhe kjo tregon për personalitetin që ka njeriu. Dhe sigurisht që ti jesh aty brenda dhe të shkosh deri në finale, ti do vish i gërvishtur, i kapur, i shkyer, po nuk mund të shkyhesh pa shkyer të tjerët. Kështu që në këtë pikë unë mendoj që Rozana e meriton finale, sepse ka ditur që të luaj brenda asaj loje, po edhe në një kuptim e ka pas shumë të domosdoshme. Pra, edhe në bisedat që ka pas bërë me mua, ka thënë që unë me ty mund të ndërtoj sepse e di që ti nuk më ofendon. Dhe e ka pas shumë të vështirë. Pra mund të kem debat me ty. Nuk ka dashur që të shkojë në pikën që tjetë detyruar të ofendoj dhe të bëj këtë lloj loje, dhe kam përshtypjen që deri diku dhe ja ka arritur. Dhe ja ka arritur. Ka bërë dhe diçka vetëm të fundit, ka bërë dhe diçka që në lojën e Big Brotherit është shumë e domosdoshme. Ajo ka ditur të luftoj sistemin. Sistemi është jo produksioni, por opinionistët. Se pastaj kush e ka fajin, apo si ato janë pjesë të tjera që mua nuk pra ka patur lojë dhe brenda shtëpisë, po edhe jashtë. Që ajo, domethënë, këtu është vula në 6 minutën e Laertit ju lutam. Laert Vasili. Olsi, po e nis nga ty që Laerti të kompensoj kohën, se Olsi foli më pak të Rozana, kështu që nisim terin. Me të mira dhe me të këqijat e mia, Laertin kisha të vetmin njeri aty brenda me cilin mund të ndaja ditën edhe të bëj edhe bisedat. Kështu që Laerti mendoj që është përfaqësuesi i një kategorie të shoqërisë që nuk është e gjerë shumë, dhe si i tillë ai ka ditur që të qëndrojë gjatë. Kam përshtypjen që loja ati është bazuar me finesë dhe me finoklëk tek Valbona, dhe kjo telenovel që ai ndërtoi, se ai e njeh telenovelën sigurisht. Dhe ai ndërtoi një telenovel sepse ishte e vetmja mënyrë që ai të vazhdonte të qëndronte në qendër të vëmendjes, pa u gërvishtur dhe u shpëlar si puna e Rozanës. Dhe gjeti një mënyrë shumë të zgjuar, domethënë si grek që është, nuk më gjente një mënyrë tjetër për të vazhduar lojën e vet. Kështu që mendoj që ja ka arritur qëllimit me shumë finoklëk që të mbrin. Po si grek që është, nuk e ka zbër anën e tij minoritare dhe anën e tij shqiptare. Kështu që Laerti, pikërisht, Laerti është i vetmi VIP very important aty. Kjo duhet thënë edhe nuk ke pse ta vësh më në diskutim. Jo i vetmi. Jo i vetmi, po i vetmi që është përtej kufive të Shqipërisë. Kjo duhet thënë. Tani përtej kufive, rregullojmë. Tani kjo, jo i vetmi, po përtej kufive të Shqipërisë në këtë Big Brother, dhe kjo duhet thënë dhe është një merit, sepse ai e ka ndërtuar me punën ndër vite. Dhe këtë punë që ai ka ndërtuar. Edhe këtu prap do kishim kundërshtime se përtej kufive, pra për shembull ke Nëse nuk e di sa i shërben kjo argument. Laerti ka marrë dhe çmime, domethënë këtu. Nuk e di sa i shërben kjo argument. Po do ta nxjerr, të lutem, se kjo është durimi, është vlera më e madhe e individit. Gjithmonë. Dhe Laerti, gjithë ato punë, gjithë ato suksese që ka korrur përtej kufive të Shqipërisë, kur nuk ka pasur informacion Shqipëria në atë kohë se kush ishte Laert Vasili, dhe luftën që ai ka bërë për të drejtat e shqiptarëve në shtetin fshi, kanë bërë dhe Laertin në Big Brother. I kanë dhënë atij mençurinë dhe zgjuarsinë për të krijuar atë telenovelën që sapo ja bashkojmë këtu me Olsin, që Olsi sapo tha, e kanë ndihmuar si aktor, po e kanë ndihmuar edhe si banor, sepse ai ishte shumë në dizavantazh për moshën, për ato që i bashkangjitem Jonidës, dhe që tha për Rozanën, jo Gazit, që jo mosha e Rozanës, edhe të njëjtën gjë ka pas problem dhe Laerti, dhe e kanë nxjerrë në pa komplet, ka diçka mistike Laerti në qënësinë e tij mashkullore.
është shumë sensual dhe shumë i fortë në të njëjtën kohë. Edhe kjo duhet thënë që luan shumë për syrin e publikut. Artion. Atëherë, për mendimin tim, Laerti është një burr fisnik, mendoj, është ndër të vetmi lojtar që ka arritur dhe që i ka vletur më shumë ky Big Brother duke shfaqur një anë të tij që publiku nuk e ka ditur asnjëherë. Dhe sepse Laerti në studio televizive ka qenë më shumë pjesë e debateve, nuk ka arritur që të shprehë diçka, siç kanë qenë personazhe të tjerë që janë pyetur rreth jetës së tij, kanë thënë çdo gjë rreth jetës tyre. Laerti i ka vletur shumë ky Big Brother, mendoj se është treguar i zgjuar dhe dinak, sepse këta çfarë nuk i kanë thënë Laertit, është i vetmi lojtar që ka, për mendimin tim, më me shumë kulturë të treguar ndaj të tjerëve përballë debateve dhe ofendimeve nga më të fortat. Dua të them këtu që ka përdorur edhe kartën dhe faktin që është një aktor dhe ja ka vlejë duke bërë takime me disa vajza, duke arritur deri në një farë pikë që tërhiqje mos e kput, që ta kthente nanën e tij, që është një aftësi shumë e mirë dhe bravo i qoftë, e përshëndesim atje ku është. Ja çoj unë sonte për emisionin. Leonida Gazi. Në pjesën më të madhe të diskutimeve që bëheshin për finalistët, është folur që Laerti nuk ka pasur fare dinamika, ka qenë e heshtje, unë nuk jam dakord. Laerti ka pasur dinamika vërtet shumë të forta brenda shtëpisë, sigurisht ka pasur dhe momentet e tij të qetësisë, edhe pastaj është dashur një Valbon apo një Rozan për ta ringritur dhe për ta rifutur në lojë. Megjithatë, forca e argumentit e bën atë një finalist shumë të denj, po ashtu edhe e gjithë kjo Zallamahia që u nis fillimisht si sulm, po ndoshta ati shërbeu për personazhin e Laertit, kjo pjesa e Don Juanit, e Zhigolos, e flirtuesit, madje kur bëra intervistën me Elona brenda shtëpisë, ai flirtonte me publikun. Nuk e ke iden sa mesazhe më kanë ardhur, a flirtoi Laerti me ty? Kështu që mendoj që edhe kjo pjesë mundet edhe ta ketë ndihmuar dhe ta ketë bërë të pëlqyeshëm në publik. Gaz? Shiko, duke njoft gjuhën e trupit shumë mirë, sepse unë do thojshë aktori më i mirë brenda Big Brother ka qenë pa diskutim Laerti. Ai duke njoft gjuhën e trupit, patjetër që mund të arrijë që edhe nëpërmjet kamerave të flirtojë me publikun. Ajo është pjesa e profesionit të tij. Unë do thoja, nuk do merresha për shkakun që e ka të padiskutueshme karrierën, po themi, jashtë Bigut, po unë do bëja gjithmonë analizën brenda Bigut. Dhe në analizën brenda Bigut, të gjitha që thanë panelistët, unë them që janë të sakta, do të doja të kishte dinamika më të mëdha, por gjithsesi do shkoj me fjalën e Valbonës, Laerti është Laerti dhe do të thonë nuk lëviz dot nga Sagapao Laerti. Thuaja Sagapao kur të shkosh sot atje nga paneli. Finalistja numër 1 e këtij Bigut duhet të ishte Laerti.